Nëse zgjohesh në këto ditë ngrohta pranvere në Shëngjin, do përjetosh një relaks të vërtet. Qetësi, fllad i lehtë, rreze jo të nxehta dielli dhe një kafe që të shërbehet edhe afër bregut. Të duket se nuk do të lëvizesh prej aty nga kënaqësia edhe për një javë të tërë. Por qyteza nuk të ofron vetëm këtë kënaqësi. Disa biznese kanë nisur të bëhen gati për sezonin veror dhe të hapin subjektet e tyre. Le të japim disa të dhëna për vendin këtu. Shëngjini ndodhet rreth 7 kilometra në perëndim të Lezhës dhe ka një popullsi rreth 4000 banor. Ndodhet në skajin verior të një gjiri të madh, 7 kilometra larg kryeqytetit krahinor të Lezhës. Në jug të qytetit është zona e lagunës së deltës së Drinit, e cila formon oazin naturalist të mbrojtur Kune Vain. Këtu ka një port i hapur në vitin 2009 që lidh qytetin me barin. Ai është një vend me një panoramë të këndshme dhe një det të pastër, i rrethuar nga male jo shumë të larta, por me një shkëm të veçantë. E vitet e fundit qyteti ka pasur një evolucion të thellë, veçanërisht përmes zhvillimit të industrisë së ndërtimeve. Popullsia në Shëngjin duhet thënë që mban përgjithsisht të njëjta statistika. Mosha mbizotëruese është e përzierë, duke qenë se Shëngjini është një vend që zhvillohet çdo ditë dhe nevoja për të migruar ose emigruar është e pakët. Gjithashtu dhe shpërndarja gjeografike po bëhet e njëjtë me zhvillimin e infrastrukturave të nevojshme. Në ver, plazhi është i populluar nga shumë turistë të huaj dhe vendas, të shumt janë shqiptarët nga Kosova. Qyteti është akoma në zhvillim, së shpejti do të jetë një qendër shumë i rëndësishme si e veriu të Shqipërisë, ashtu edhe të gjithë vendit. Kjo për shkak të shumë faktorëve, pasi Shëngjini nuk ofron vetëm detin, por dhe malin, pamje të mrekullueshme, klimë të qëndrueshme dhe të shëndetshme. Teksa bëjmë një shëtitje në Shëngjin, na tërheq vëmendjen një ekspozit fotografie dhe pikture anash trotuarit. Ne po bëhemi gati të festojmë 30 vitorin e kompanisë. Kemi bërë një ekspozit të gjitha objekteve që ndër këto 30 vite, ku vazhdojnë nga viti 1995 deri në vitet e sotme. Ja shpjegojmë gjithë teleshikuesve për cilën kompani bëhet fjalë. Po, bëhet një përshkrim të shkurtër. Për Unique Grupin, pjesë e Unique Grupit janë Unique Tourism, Unique Construction ndërtimi, bëhet fjalë për një zyrë projektimi Gold Construction dhe janë pjesë e Unique Grupit gjitha këto kompanitë. Si shikoni edhe ju, gjitha këto janë pjesë e proceseve të punës ndër vite. Kemi edhe ekspozitin e piktorëve, bëhet fjalë për 30 pikturat me piktorët më të mirë në Shqipëri. Ne jemi pjesë e shoqatës piktorëve më të mirë në Shqipëri. Kështu që Okej, pra e keni bashkuar bashkë arkitekturën e thënë ndryshe me artin. Po, kemi bashkuar bashkë, kemi të ftuar gjithë personalitete, artistë, miq, gjithë bashkëpunëtorët ta ndër vite, sot do jetë një mbrëmje shumë e bukur. Okej, ju zgjodhët bashkë e thënë ndryshe, afër të paktën kësaj feste për të çelur këtë lloj ekspozite, ndërkohë që pjesa më e madhe ndoshta shfrytëzojnë gushtin apo është një mirëseardhje për çeljen e sezonit. Po, në fakt është një mirëseardhje për çeljen e sezonit. Normalisht Koiçidon edhe 19 prilli pothuajse edhe me festën e Pashkëve. Më lejoni që këtu ti uroj gjithë besimtarëve katolik gëzuar Pashkët, paqe, mbarësi dhe begati, paqe në familjet e tyre. Okej, mosha e reja gjithmonë ka kompania, se po shikojmë drejtori moshë e re, atje pak më sipër mosha e reja. Në fakt gjithmonë deda, administratori dhe pronari i kompanisë, gjithmonë ka promovuar moshët e reja. Unë bëj pothuajse 10 vite në kompani dhe gjithë kolegët e mi janë pothuajse sa mosha ime. Pothuajse aq vite sa ka kompania, jemi gjithë niveli drejtuese që pothuajse janë sa moshat tona. Ja, pra të rinj që nuk kanë zgjedhur emigrimin, ëh, ti e ke gjetur veten në Shqipëri dhe planifikon apo e ke me më dyshë qëndrimin? Jo, e planifikoj që të jemi në Shqipëri, normalisht bëjmë më mirë për vendin ton, e kush më mirë se ne të rinjt mund ta bëjmë, kështu që duhet japim një mesazh që të gjithë duhet të rrinë në vendin tonë ta bëjmë, sepse jemi ne ata që duhet ta bëjmë në Shqipëri. Okej, këto godina që janë këtu i përkasin apo shoh Shkodër, Elbasan, pra në të gjithë Shqipërinë, ëh? Po, i përkas, po, pothuajse në gjithë Shqipërinë, drejtoria policisë në Shkodër, fakulteti i mjekësisë në Elbasan,
komuna Bushat, qendra multifunksionale në Korçë, është Pallati i Kulturës në Lezhë, pothuajse në gjithë Shqipërinë ne kemi ndërtimet tona. Në pozicionin e drejtorit, cila është godina më e vështirë që është realizuar? Të gjitha godinat të drejtën janë sa të bukura që të vështira, por është pasioni jonë që mban në këtë dhe normalisht edhe cilësia. Ne shumë që bëjmë gjëra cilësore. Okej, unë po shikoj dhe drejtorinë e policisë në Shkodër që e kemi këtu. Drejtoria e policisë në Shkodër është goxha funksionale dhe shumë dinjitoze për qytetin e Shkodrës një godinë e tillë. Po, nuk është e vetmja, në fakt ne kemi pasur edhe ndërtime të tjera në Shkodër, por kjo mund të jetë godina më e bukur që mund kemi ndërtuar në gjithë Shqipërinë, vetëm Shkodër. Okej, po bëhet qejf. Në fakt, këto janë vetëm një pjesë e objekteve që ne kemi ndërtuar, sepse janë të shumta ndërtimet tona, qoftë në infrastrukturë, qoftë në fushat të ndryshme, në turizëm, ne kemi me dy resortet tona, Delfina Resort dhe Prince Adriatic Resort, që fokusohemi pothuajse gjatë sezonit verës tek resortet tona, që mbahemi që jemi lider në zonën e Shëngjinit, por në pjesën e veriut. Po, kjo është ditëlindja e parë? Mbas 30 viteve apo Jo, nuk është e para. Çdo vit, sepse po habitem tani Shkodër këtu, Elbasan atje zgjidhet Shëngjini për ta hapur. Çdo dekadë ne festojmë për vjetorët. Ne kemi festuar në 2015, po festojmë në 2025-ën. Kështu që ky është resorti jon dhe prandaj po e festojmë edhe. Okej. Ta promovojmë pak edhe turizmin, por normalisht edhe mburremi me ato që kemi krijuar vetë. Pra kemi bërë me duart tona dhe po e shijojmë sonte. Po, ishte vënë ideal edhe për 30 vjetorin. Ta kaloni gëzuar sa më gjatë subjektit tuaj. Faleminderit. Ne do të shkëputemi nga ekspozita dhe do të vijojmë më tej drejt Kunes. Laguna Kune Vajin, 8 km larg qytetit të Lezhës, është kthyer në një atraksion të përhershëm për turizmin e natyrës, vëzhgimit të shpendëve ujor, të historisë por edhe të kulinarisë së veçantë të zonës. Kompleksi ligatinor i Lezhës shtrihet në një sipërfaqe prej më shumë se 30 km2 dhe është një zonë e rëndësishme për shpendët migrues dhe veçanërisht e njohur gjatë viteve të fundit për koloninë e qafkës së verdhë dhe të vogël të bardhë. Për vlerat e natyrës që mbar, si edhe për biodiversitetin, kjo zonë është shpallur si hapësirë mbrojtur dhe ka marrë emërtimin rezervat natyror i menaxhuar. Në të vërtetë, Kune Vajin është zona e parë e mbrojtur në historinë e ruajtjes së natyrës në Shqipëri, pasi që prej vitit 1960 është shpallur rezervat gjuetie. Një vizitë në këtë zonë do ju bëj të mahniteni nga larmia e madhe e habitatëve, si dhe nga një pasuri fantastike e faunës.